Partia Socialiste dhe Partia Demokratike kanë zhvendosur në Strasburg sherrin për zgjedhjet, ashtu siç ka ndodhur gjithmonë, edhe dje në mbledhjen e Komitetit Parlamentar të Stabilizim Asociimit, ka pasur akuza mes përfaqësuesve të dyja kampeve para personaliteteve të Brukselit. Yrida Tabaku tha se kuvendi nuk ka qenë në gjendje të bëjë një reformë të plotë elektorale dhe se nuk janë zbatuar rekomandimet e OSB e ODIHR, ndërsa Gazmend bardhi gjatë fjalës së tij, theksoi se zgjedhjet u zhvilluan në një klim ku prej 12 vjetësh nuk reflektohet asnjë nga gjetjet apo rekomandimet e OSB e ODIHR. Ai shtoi se në zgjedhjet e 11 majit ka regres dhe cënim të parimit themelor të zgjedhjeve, lirisë dhe barazisë në zgjedhje. Ndaj tyre reagoi ministri i Shtetit Auland Balla, i cili tha se Shqipëria është më e përgatitur se kurrë për të bërë pjesë e familjes europiane. Dalur tek zgjedhjet, Balla tha se sipas opinionit të vëzhguesve ndërkombëtar, 11 maji ishte konkurrues dhe u menaxhua me profesionalizëm, por edhe pse PS e PD kanë patur hallin tek zgjedhjet, u ka ngrirë buzëqeshjen Zigrid Bretel, përfaqësuesja e Komisionit Evropian në mbledhjen e Komisionit të Stabilizim Asociimit në Strasburg. Ajo ka bërë të qartë se për ta, elementi më i rëndësishëm është reforma në drejtësi dhe veçanërisht lufta kundër korrupsionit. Ajo ka vlerësuar SPAK dhe u ka bërë të qartë politikës se nuk duhet të cënojë pavarësinë e tij. Sipas saj, një tjetër çështje me rëndësi është lufta kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe trafikimit të drogës. Fokusi këtu duhet jetë në fuqizimin e zinxhirit të sundimit të ligjit dhe zbatimit, duke nisur nga BKH-ja, specializimet e ndryshme, por edhe integriteti dhe kapacitetet e policisë. Më pas u ndal tek liria e medias dhe zgjedhjet, ku problem për BE-n është përdorimi i administratës shtetërore nga partia në pushtet.